Të gjitha problemet që shkakton pagjumësia. Studime shkencore kanë konfirmuar lidhjen e fortë mes pagjumësisë dhe shtimit të peshës. Studimet thonë se njerëzit që flenë më pak peshojnë më shumë se njerëzit që flenë mjaftueshëm. Sipas tyre, gjumi i pakët rri shanset e mbi peshës me 55%. Pagjumësia shkakton probleme të tjera që prekin trurin. Ata që flenë pak kanë në prodhim tari më të dobët në punë dhe kanë vështirësi të përqendrohen. Sipas ekspertëve, probleme me gjumin rrisin në riskun e sëmundjeve në zemër, ishemisë dhe diabetin e tipit 2. Të dhëna shkencore tregojnë se njerëzit që flenë 4 deri në 6 orë për 6 net me radhë preken nga simptomat e para diabetit. Mungesa e gjumit shkakton dëshpërim të thellë. Gjumi është thelbësor për imunitetin dhe kjo është një arsye pse njerëzit që flenë më pak se 7 orë janë më të predispozuar të ftohen dhe të preken nga gripi. Mungesa e gjumit do të shkaktojë plagë më të madhe të fytyrës, rrudhje dhe gjithashtu probleme më të shpeshta të shëndetit imunitar.